Një ditë pasi mori detyrën 10 kryetarë të komunave me shumicë serbe i shkua në zyre të premten ministrit të administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e re të Kosovës, Albert Krasniqi. Ky takim ishte paralajmëruar edhe më herët nga ish-zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili kishte thënë se 5-6 javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme për integrimin e institucioneve serbe të shëndetësisë dhe arsimit dhe se të gjithë duhet të jenë konstruktiv për këtë çështje. Por kryetari i Mitrovicës së Veriut Milan Radojević tha se kjo çështje nuk është diskutuar në këtë takim. Ne si kryetar partish besojmë se kjo nuk është diçka me të cilën duhet të merremi, por se është ekskluzivisht një temë për negociata dhe negociatorët kryesor të Beogradit dhe të Prishtinës. Radojević tha se diskutuar me ministrin për problemet me të cilat po përballen komunat me shumicë serbe. Kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe paraqitën problemet në komunat e tyre me cilat po përballeshin, dhe të cilat janë probleme vërtet të mëdha duke filluar nga Veriu ku ka probleme të mëdha me personelin dhe institucionet dhe ndryshimet në kufit komunal. Komunat janë të shkatëruara dhe të gjetura në një gjendje katastrofike. Radojević shtoi se nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga ministri Krasniqi për problemet e ngritura, ndërsa falenderoi përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që morën pjesë në takim. Një ditë më parë në një takim të thirrur nga lista serbe në Mitrovicë të Veriut, kryetarët e komunave me shumicë serbe miratuan një deklaratë, në të cilën thuhet se lëvizja e njëanshme kundër institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe, përtej negociatave në Bruksel dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të përbënin spastrim etnik administrativ të popullit serb. Paralajmërimi për fillimin e integrimit të institucioneve arsimore dhe shëndetësore përkon me fillimin e fazës së parë të zbatimit të plotë të ligjit për të huajt që zgjat deri më 15 mars dhe përfshin periudhën e informimit. Ky ligj mund të ndikojë në funksionimin e institucioneve shëndetësore dhe arsimore serbe, sepse ata që nuk kanë dokumente të Kosovës duhet të marrin leje pune ose licencë nga Agjencia Kosovare e Punësimit.